Kështu duket nga brenda Spitali i Ri i Kërqovës, i cili, siç tha kryeministri Hristian Mickovski, nuk do të ndërtohet sepse më liri u del të ndërtojë një të ri në lokacion tjetër. Siç mund të shihni, spitali që ka nisur të ndërtohet para 40 vitesh, është i lyer nga jashtë dhe pothuajse gati edhe brenda. Janë të vendosura kabllot e rrymës, sistemi ventilimit, ujësillsi, sistemi ngrohjes dhe tablot e gipsit gati për t'u lyer. Në këtë spital deri më tani, sipas informacioneve tona, janë investuar rreth 5 milion euro. Pas deklaratës së fundit se spitali nuk ndërtohet, u bë një buje madhe në Kërqovë. Qytetarët nuk besojnë se do të ndërtohet një spital tjetër, por habiten se si po hiqet dorë nga ky objekt pak para përfundimit. 3 fasade imët, 3. Parli, fascia, nova fasada. Došlo другата, нова fasada. Има апаратура да поставят. Да. А тие се друга планират. Или много пари имат, пак да потрошат и тие. Инакова готова, објектот е убав све. Целосно е изграден. Значи само апаратура им треба. Море тие како не изградиле 30-40 години, ништо нема да биде фикс. Не требнува скроз кога таа толку е изградена. Моje мислење, не знам. 40 години е градат. 40 години е градат. А сега нова уште 40 që i gradат. Spitali ka filluar të ndërtohet rreth viteve 1985-88 dhe që atëherë kanë kaluar 18 ministra të shëndetësisë, që po ashtu kanë premtuar përfundimin. Pritjet dhe premtime të tilla kishte edhe nga qeveria aktuale, por javë më parë kryeministri Mickovski tha se nuk do të përfundohet, sepse nuk i plotson kushtet e një spitali të mirëfillt dhe premtoi spital tjetër në një lokacion tjetër.